Audhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah në falenderoj Muhammedit alayhi salatu wassalam, salat dhe selam i dërgojmë. Ndërun vllazën jemi në ligjëratën e dytë, duke shpjeguar rreth biografisë së Imam Ahmed ibn Hanbelit. Jemi njoftuar ligjëratën e kaluar rreth emërtimit të tij, fillimet editorisë se i ka marrë kështu me radhë, ndërsa sot do të vazhdojmë duke fol me fjalët e dietarëve se çka kanë thonë për Imam Ahmedin. Nga se çdo herë kur të flasim për dikant, duhet në qoftë se ne nuk e kemi parë atë njeri, duhet më bazu në thonjet e njerëzve të besueshëm, të devotshëm se çka kanë thonë për atë njeri, nëse dëshirojmë me paraqit çashtu që ka qenë. Për këtë inshallah do të mundohemi se çka kanë thonë, të paraqesim para ju se çka kanë thonë dietarët e besueshëm, kolos të Islamit për Imam Ahmed ibn Hanbelin. Imam Ahmedin përveç që kanë lavdru dietarë që kanë ardhur pas tij, e kanë lavdru edhe dietarë që kanë jetuar në kohën e tij. E që është thirr që dikush kur është prezant më të lëvdu. Nga se nefsi nganjëherë di që me të mashtru edhe mos m'ia dhon hakun gjatë lavdrimit tjetrit. Nga se në moment kur e lavdon tjetrin, automatikisht e ul veten, çashtu të mëson nefsi. Realisht është kur i tregon të vërtetën se çka është tjetri, Allah ka më ngrit. Çish ka thënë pejgamberi alayhis salam, kush bëhet modest, Allah ka më ngrit. Për këtë arsye dietarët e së kalumës Imam Ahmedin e kanë ngrit në pjedestalin më të lartë me lavdata. I pari prej tyre është Imam Shafiu që ka thënë: "Ra'aytu shaban idha qala haddathana qala an-nasu kulluhum sadaq." E kum pa një djalë të ri që kur fillon të me tregu hadithe duke thonë haddathana, thonë e kemi ndëgju këtë hadith nga filani, krejt njerëzit pa përjashtim thonin kë nuk flet për vetë se të vërtetën. Pra krejt njerëzit dëshmonin kohën e tij se Imam Ahmedi kur thot diçka, ai është duke e folë të vërtetën, nga se është njeri shumë i besueshëm. Pastaj thotë Imam Shafiu thotë kultu menhu, i thësha njerëzve kush është ky djalosh që krejt po dëshmoni për ta që është i besueshëm, nga se ka qenë djalosh i ri. Imam Shafiu ka qenë 13 vjet më i madh se sa Imam Ahmedi. Than qale Ahmed ibn Hanbel, ky është Ahmed ibn Hanbeli. Po ashtu Imam Dhahabiu nderon vllazën, Imam Dhahabiu ka qenë prej dietarëve shumë të mëdhenj në kohën që ka jetuar. Imam Dhahabiu ka shkruar, domethënë e ka shkruar një libër Siru Alami Nubala për gjithë dietarët, ka shkruar biografitë gjithë dietarëve prej kohës tij deri në kohën e sahabëve. Pra i ka përmbledh krejt dietarë në këtë libër edhe ka tregu për biografinë e tyre. Ta shikoni se ky Imam Dhahabiu çka ka thonë për Imam Ahmedin. Po du me tregu se ky ka njoft biografitë e njerëzve për me tregu se lavdata e tij ka peshë. Shembull, në qoftë se dikush e ka nis frek me lexu libra. A ke pa kur të lexosh sa çta lexosh një libër duket shumë i mirë. Ky më i mirë se i pari, ky tjetri më i mirë se i dyti. Pse se ti s'ke lexuar shumë? Ama një njeri që ka çuar jetën lexime, e në qoftë se i thu cili libër të ka pëlqyer më shumë, ti është tiraj me gjetë. Ose kur ta gjon një libër shumë të mirë, i besohet se ky me të vërtetë ka një libër i mirë, pse se ka njohuri. Çështu ka qenë Imam Dhahabiu, Imam Dhahabiu ka njoft biografitë e krejt dietarëve. E paramenet tash këtë fjalë i ka përzgjedh me fol bashkë për Imam Ahmedin, që do të thotë se ka qenë një njeri me peshë shumë të madhe. Çka ka thonë Imam Dhahabiu për Imam Ahmedin? Ka thonë alimul asr. Imam Ahmedi ka qenë dietari i kohës. Wa zahidu dahr, ka qenë asketi më i madh në atë kohë. Asketi më i madh në atë kohë. Wa muhaddithu dunya, ka qenë hadithologu i dunjas. Pra, kur është përmend kush është në hadith më i fortë, Imam Ahmedi. Me njerë ka shkumenja që është Imam Ahmedi. Wa alemu sunne, ka qenë Imam Ahmedi sikur ai që e bart flamurin për diçka, i pari në ruajtjen e sunetit. Ka qenë i pari në ruajtjen e sunetit dhe distancimin nga bidatat. E ka ketë jetën e ka sakrifikuar duke u sprovu vetëm me rujt fen, çashtu që ka zbrit Allah i madhreshëm, dhe ka thonë kalla an tara al-uyunu mithlahu. Shumë pak kanë mundësi me pa syt sikur se Imam Ahmedi. Pra pak janë ato sy që shohin sikur se Imam Ahmedi dhe ngjajshëm me ta. Dhe ka thonë, pastaj fillon me tregua pesë cilësitë e tij, thotë ka qenë shumë i Zotit në dije, ka qenë jo i ndije, por ka qenë edhe në vepra e kështu me radhë derisa thotë pak fjalë kam. Në qoftë se filloi një libër e shkruaj, 2 libra e shkruaj, voluminos shkruaj libra, nuk ka mundësi me përshkruaj çata që ka qenë Imam Ahmedi. Kush po i thotë këtë fjalë? Po i thotë Imam Dhahabiu, domethënë ai që i ka njoft dietar të më mirë. Po i thotë
për Imam Ahmedin. Pra ky ka qenë Imam Ahmedi. Imam Ahmedi nderuar vëllezër ka qenë prej njerëzve që kanë qenë të etur për dije. Por ta kemi thënë ka qenë prej dietarëve që më së shumti ka udhëtu për të arritur ditori. Dhe këtë këto udhëtime i ka bën kon, nga se ka qenë prej dietarëve të varfër. Për këtë Imam Ahmedi thot e kam vënë martesën. Nuk jam martu vetëm pas moshës 40 vjet. Po elhamdulillah thot Zoti më ka hap dyert e mirësisë. Imam Ibn Jauzi kur e përshkruan Imam Ahmedin thot ka qenë një njeri që ke dynjan e kalon anash për me arrit të dija. Çdo sen çka ka qenë pjesë e dynjas ka qenë e parëndësishme tek ai. Mirë, po në qoftë se diçka është kanë dije, ka qenë shumë e rëndësishme për ta. Për ta ka udhëtu shumë për me arrit ndoshta një ditori shumë thjesht. Shumë thjesht që ndoshta na e arrim sot brenda pak sekondave, ai ka udhëtu me mujë për me arrit çdi. Pse? Se ditoria tek ai ka qenë prej gjonave më të vlefshme dhe më të rëndësishme. Por ta ndërun vllazën i kanë thonë Imam Ahmedit, pasi që u bë imam i muslimanëve, u bë i pari në dije në atë kohë, i kanë thonë ja Aba Abdullah, anta qad balagta hadha al-mablag. O baba i Abdullah, ti e ke arrit, kogja shumë ke arrit dije, dhe e bë prisi jonë, s'ka njeri ma ditur se sa ti në kohën tonë. Edhe i kanë thonë, a ka mundësi më pushu pak, më nalë? Pra, ka nëjë ditë pushim për ty, apo vetëm duke kërku hala hadithe, duke shkru lapsë në dorë, fletore në dorë. Ka thonë Imam Ahmedi me al-mahbara ila al-makbara. Ka thonë me lapsë në dejnë varë. S'ka pushim. Me qëtë lapsë atë kam fri, mune në varë kam e hi. Nuk ka ditë pushimi për mua. Me al-mahbara ila al-makbara. Me lapsë, me në gjyrë dejnë varë. Pra kjo ka qenë ajo fartë titulli çdo dietari në zemrat e tyre, çdo herë parasyve kanë pas ta. Min al-mahdi ila al-lahdi, ditoria kërkohet prej djepit deri në varr. S'ka pushim për dietarin, s'ka me dal penzi dietari. Don dietari që është hakikat s'ka penzi për ta. Ai e din se ditoria është prej djepit deri në varr. Kështu ka qenë edhe Imam Ahmedi, për këtë arsye kanë thënë dietari dia ndaj dietarit është sikur sa ai që pi ujë njel. A ke pas herë që të pish ujë njel, shtohet etja edhe më shumë. Qashtu është dietari, qaq më shumë që kërkon ditori e thellohen dije, qaq më shumë i shtohet etja për të arritur ditori. Kështu ka qenë domethënë edhe Imam Ahmedi. Dietarët nderuar vëllezër kanë dëshmuar shumë për devotshmërinë dhe dijen e Imam Ahmedit, saqë Imam Shafiu ka thënë, kur kum dal prej Bagdadit, nuk kam lënë njëri më të dijshëm, më devotshëm, më dijshëm në fekë, më dijshëm në hadithe, domethënë gjitha profilet e dijes se sa Imam Ahmedi. Këtë fjalë po e thot Imam Shafiu. Po ashtu nderuar vëllezër, Imam Shafiu ka thënë për Imam Ahmedit, Ahmedu imamun fi 8 khisal. Ahmedi është imam në 8 cilësi, ose në 8 gjona. Kur kanë thonë imam në xhami, është ai që është i pari i xhamisë, apo kryesori i xhamisë. E Imam Shafiu po thotë Imam Ahmedi është i pari në 8 gjona. Çfarë po thotë? Është imamun fil hadith. Është imam në hadith. Kur përmendet hadithi, i pari që kanë menja Imam Ahmedi. Imamun fil fiqh. Në fiqh është i pari, pas zëvendësueshëm. Imamun fil lugha, në gjuhë arabe. Imamun fil Kur'an, në Kur'an, kuptimin e Kur'anit. Imamun fil faqr, po ashtu ka qenë i pari edhe në varfëri. Kemi mësuar që ka qenë shumë i varfër. Po ashtu ka thënë imamun fil zuhd, ka qenë imam në asketizëm, distancim nga dunjaja. Imamun fil wara, ka qenë po ashtu imam i pari në largim nga halali, nga frika se mos po bjen haram. Edhe halalit ju ka rujt shumë. Dhe po ashtu ka qenë imamun fi sunne, ka qenë imam në ruajtjen e sunetit dhe pasimit të tij. Po i përmendi pak nga disa shembuj rreth këtyre fjalëve që i ka thonë Imam Shafiu, për me vërtetu se me të vërtetë ka thonë të vërtetën Imam Shafiu, çashtu që ka dëshmuar Ebu Jala, ka thonë Imam Shafiu e ka përmbledh Imam Ahmedin në formën më të mirë duke i përmendur këtë veçori. Imam në hadith nderuar vëllezër, kemi thonë Imam Ahmedi ka ditë 1 milion hadithe. 1 milion hadithe, diçka. 1 milion hadithe me gjitha rrugët e transmetimit, me emra kush e transmeton, krejt i ka ditë Imam Ahmedi. Për këtë arsye kur vjen njëri dhe i thot o imam, i thot në qoftë se i din 100.000 hadithe, a ka mundësi me dhënë përgjigje? I ka thonë jo. Në qoftë se i di 200.000 hadithe, a ka mundësi me dhënë fatva? Ka thonë jo. Kur kam rritë 500.000 hadithe, ka thonë shpresoj. Na ashta çta e boj gatshëm me dhënë fatva, 500.000 hadithe. Pra ka qenë Imam Ahmedi. Por ta ndërun vllazën,
Imam Ahmedi ka qenë prej njerëzve më të dijshëm në kohën e tij. Ka thënë janë prej dietarëve që ka jetu Abdul Wahhab al-Warraq në kohën e tij, "Ma ra'aytu mithla Ahmed ibn Hanbal." Nuk kanë pas syt e mit njëjtë ngjajshëm sikurse Imam Ahmedi. Edhe i kanë thënë, "Pse? Çka të ka bën ty me thonë këtë fjalë që s'ka ngjajshëm dhe të njëjtë sikurse Imam Ahmed ibn Hanbali?" Ka thonë nga se su'ila an 60,000 mas'ala. Është pyet për 60,000 mesele. Është pyet për 60,000 mesele dhe krejt këto fa ejabe fiha bi an qal hadathana wa akhbarna. Këtë përgjigjet I ka dhënë me hadithe edhe me ajete. Kur gjë për fjalëve të tij. 60,000 mesele. S'ka thonë unë mendoj kështu, po ka thonë hadathana, kështu ka thonë pejgamberi alayhis salam, kështu ka thonë Allah, kështu ka thonë. Ketë me hadathana, ketë me atë që ka memorizu nga thonjet e dietarëve. Imam Ahmedi po ashtu nderuar vëllezër ka qenë shumë I fortë në hadith, saqë e ka shkruar një libër që është Musnedi Imam Ahmed ibn Hanbalit, është një libër që përmbledh hadithet e pejgamberit alayhis salam që është në bazë në hadith. I ka afër 30,000 hadithe. Thotë këtë libër e ka përmbledh prej 700,000 hadithe. Do thonë prej 700,000 hadithe e ka përmbledh këtë libër që quhet Musned. Pse quhet Musned? Nga se hadithet I ka të rreshtuar në bazë të emrave të sahabive. Jo në bazë tematika. Për shembull, hadithet që I transmeton Ebu Hurajra I ka pru krejt njëherë. Çdo hadith që ka transmetuar Ebu Hurajra e bie. Çdo hadith që ka transmetuar Ebu Bekri e bie, pavarësisht temave. Kështu fillon prej 10 përgëzuar me xhenet, kështu me radhë duke filluar, domethënë transmeton prej 904 sahabëve në këtë libër. 904 sahabi që kanë transmetuar hadithe pejgamberit alayhis salam I ka të shkruar këtë libër, po ashtu këto hadithe ndërmjet vllazën janë prej 283 shejkhave që I ka transmetuar Imam Ahmedi. Këto hadithe I kanë dëgjuar prej 283 shejkhave. Dhe nuk ja vlen me përmend më shumë, nga sa është temë tjetër. Mirë, për rëndësishme është që këtë libër Imam Ahmedi I ka marrë vakt më shumë se 30 vite për me shkruar. Pra e ka filluar kur I ka pas 36 vjet, e pothuajse derisa ka vdek, është mundu me shkruaj dhe me përmbledh këtë libër. Zakonisht në kaluamën kur kanë shkruar libra, nuk kanë dashur që me shkruaj shumë e mos me pas dobinta. E rëndësishme tek ato ka qenë çka përmban libri, jo sa kohë po merr. Pra kena mësuar Buhariu, sa I ka zgat librin e vet me shkruaj. Mua tha Imam Malikut, sa ka zgat. Pra këtë dietar kur kanë shkruar libra nuk e kanë kshir kohën, po e kanë kshir çka përmban çaj libër. Sa është I sakt çaj libër. E sot fatkeqësisht na intereson vetëm sa lexojmë, sa shkruajmë, pa na interesu fare se sa është e vërtetë të argumentueshme ajo që shkruajmë fatkeqësisht. Do thonë kjo është sa I përket hadithit. Po ashtu Imam Ahmedi ka qenë, më thoni parin fik, saqë dëshmojnë ato bashkanikët e tij duke thonë sa herë kur është pyet diçka, është bën me xhlisën tonë ndonjë pyetje rreth fikut, krejt kemi hesht kur ka qenë prezant Imam Ahmed ibn Hanbali. Pra krejt, ato janë kontjetar. Mirë, por kur është bën një pyetje, krejt kemi hesht ka fol Imam Ahmed ibn Hanbali. Pse ka fol? Nga se kanë ditë që në fik është I pari, Allahu e mëshiroj. Po ashtu në Kur'an Imam Ahmedi ka qenë I pari, kemi treguar edhe raportin e tij me Kur'anin. Pra I ka pas 2 hatme në javë që I ka kryer, një ditën, një natën. Pavarësisht atë hatme që I ka knuar shpeshta, por gjatë kohëve të vlefshme në Ramazan ose kur ka shkuar në Qabe, thonë ka knuar një hatme në ditë. Pra, duke marrë parasysh bazë vlerës së kohës, e ka shtu numrin e hatme. Mirë, po e ka pas si zakon me knuar 2 hatme në javë. Një hatme ditën, një hatme natën. Pra ky ka qenë Imam Ahmed ibn Hanbali dhe ka thonë fjalë nxënësave të tij duke e parë raportin e tij me Kur'anin, ka thonë ka taraka an-nasu fahma al-Qur'an. Fatkeqësisht njerëzit e kanë lënë nuk po mirën shumë me Kur'anin. Para më në kohën e tij, po e thotë këtë fjalë Imam Ahmedi ku ndoshta ka qenë tradit në 7 ditë me lexu hat me Kur'anin. Po para më çfarë fjalë kish më thonë sot? Ku kush e lexon hat me Kur'anin mujt, është domethënë prej të parëve, janë javë, po në mujt kush e lexon një hat me Kur'anin është prej të parëve. Ndërsa Imam Ahmedi po I drejtohet nxënësave të tij duke I thonë që fatkeqësisht njerëzit nuk po mirën shumë me Kur'anin. Imam Ahmed ibn Hanbali ndërmjet vllazën ka qenë po ashtu siç po thotë Imam Shafiu, I pari imam në varfëri. Kemi thënë Imam Ahmedi prej këtë imamëve është më I varfëri. Dhe është interesant kur se ka shtri dorën me lyp. Po jetë se ka shtri dorën me lyp, po kur edhe s'ka pranu kur I ka dhënë dikush dhurata. Pavarësisht kush ka qenë ai, nuk ka pranu dhurata. Dhe çka ka thonë? Ka thonë ana afrahu idha lam yakun indi shay. Unë shumë gëzona kur s'kam kurrë. Çështo kënaqshona, kur s'kam kurrë gëzona. Tregojnë djemtë e vet Saliu dhe Abdullah që kanë qenë prej dietarëve po ashtu, thonë shpesh herë ka bën vaki që baba ka shku tek mullini asaj kohe,
kur e kanë blu millin e kështu me radhë, thot ato gjona çka kanë met, çka s'ka, ndoshta nuk i hajnë, i ka marr edhe ka përgatitur ushqim. Saqë njëri kur merr vesh njëri prej shokëve të tij për gjendjen e shtirë që i ka Imam Ahmedi, ja çon një letër edhe i thot po du më t'i dhon 4000 dirhem. Thot se kum një që ki shumë borxhe. Edhe kum një që ki gjendjen shumë shtirë, ngoshtje. Imam Ahmedi kur e lexon këtë letër nervozohet shumë. Se vetë djali vet hasha pas kanë ta, nervozohet, jo kuçet ftyra. Edhe ja kthan letrën duke i thonë elhamdulillah çatë më që i kumor borxh, s'm gushtoj. Pra më kanë lënë kur të baja kthe. E sa i përket familjarëve të me, elhamdulillah shumë mirë, nuk lypi më mirë. Nuk lypi më mirë të shkuën mullin të morr ata që se hajnë askaf. Po çka ka qenë Imam Ahmedi? Imam Ahmedi ibn Hanbali ndërun vllazën ka qenë prej atyre që kur s'ka pranuar dhurata prej pushtetarëve. Salihu djali i vet njëherë ka pranuar dhurata prej pushtetarëve të asaj kohe pa e ditë Imam Ahmedi. Kur ka marrë vesh Imam Ahmedi, ka thonë prej sodit nuk ha ushqim çka përgatitur në shtëpinë e djalit tim. Kur është ra Imam Ahmedi që ka qenë i smund, prag vdekjes, edhe tash të përgatitur ushqimin ka qenë furra në shtëpinë e Saliut djalit vet dhez, furra dhez në atë kohë. Edhe ka dashur me përgatit çat ushqim në furrën e Saliut. Masi që është kall, mos më shpenzu kohë me shku me kall në furrë, më thonë në zjarm tjetër, ja ka bë me shenjë, s'un ka fol, jo. Kto mos e dhes. Para më, kto mos e dhes, pse se ky ka pranuar dhurata prej pushtetarëve. Po ashtu ndërun vllazën Imam Ahmed ibn Hanbali ka qenë prej atyre njerëzve që migja i tij një herë e kishte blen një rob. E kishte blen migja i tij një rob për me flladit, ç'ka ka qenë atë kohë. Edhe thot ka ardha i migja em tek unë me çetë robën duke u flladit me ta. Thot do ai flladitja vend të nga unë, jam çu prej atij vendi. Pse u çu? Ka thonë ndoshta është ble prej sultanave të asaj kohe. Nuk kam qef as me flladitin e tërë më mirë. Para më u rujt prej halalit nga frika se mos pëkon ta diçka të dyshëm. Po ashtu tregon njëri prej bashkëanekëve të tij thot e falem në namaz me Imam Ahmed ibn Hanbalin, tha dhe gaboj shumë namaz. Gaboj disa herë namaz. Edhe kur e kriti namazin e pyeta tha pse gabohesh në atë kohë Imam Ahmedi për shkak të 1 milion hadithe me ditë. Tash më u pëlqel Kurani, thotë që 3 ditë s'kam hangur kur gjë. Pra kjo është arsyeja pse jam habit që 3 ditë pa hangur kur gjë. Pra ç'kjo është arsyeja pse më ngatru surja gjatë leximit të Kuranit. Po ashtu ndërun vllazën Imam Ahmedi ka qenë prej atyre njerëzve që është njohur në wara, që thamë, është ruajtur nga halali, nga frika se mos po bën haram. Imam Shafiu një ditë i ka thonë, sepse Imam Shafiu në fund të jetës vet ka pas raportet e mira, do të thonë ka qenë me pozitë kozha të lartë në shtet. Edhe i ka thonë Imam Ahmedit, po më thot prisi besimtarve, zgjedhë dikan që është për me vendosë si kryetar në Yemen. Nuk pa më të mirë dhe të përshtatshëm se zate. Edhe i ka thonë aty ki dietar që mundesh me marr hadithe prej tij. Imam Ahmedi ka pas 26 vjet në çet kohë, për amne. Imam Ahmedi shka i tha, nëse më thuaj Imam Shafi veç edhe një herë. S'kan më të pa më syt më. S'ki më mujt më pa më, veç edhe një herë më thonë. Për amne, është e lejuar kjo. E lejuar është, sepse kush ka qenë Imam Ahmedi, mirë po është rujt shumë nga halali se mos po bën haram. Pa shtrujt edhe prej dyshimeve. Po ashtu Imam Ahmedi ka qenë, domethënë imam në zohd, në asketizëm, sasa dietarët në kohën që ka jetu kanë thonë, vështirë është jo me jetu se Imam Ahmedi, po me menu jetën sukuraj. Vish me menu jetën, çysh ka jetu Imam Ahmedi, pra këtë fjalë kanë thonë dietarët që kanë jetu në kohën e tij. Vish me menu jetën, çysh ka jetu Imam Ahmedi është vështirë. E lemo me jetu sikursaj. Pra ka qenë zahid jashtëzakonisht i madh. Tregon Ibrahim el-Harbi thot, laqad sahibtu Ahmed 20 sana. 20 vjet e kum shoqëru. Imam Ahmedi 20 vjet e kum shoqëru. Sayfan wa shitan, verën e dimër, harran wa bardan, kur ka nxehtë, kur ka ftoft, lejlen wa naharan, kur është ka natë ditë, çdo herë kum përcjell. Thot, fama laqituhu liqa'an fi yawmin illa wa huwa zaidun alayhi bil ams. Çdo ditë ka bën diçka të re, çka s'ka bën dje. Çdo ditë ka qenë më i mirë se sa dje. Sa që është transmetu, ka thonë prej atyre njerëzve që nëse i kishte thonë nesër kimë vdek, ka qenë Imam Ahmed ibn Hanbali që s'ka pas çka me shtuma. Po këtë kohën e ka pas ai të zan me vepra, me adhurime 300 recate në ditë. Çka kimë shtu? Do thonë e ka pas kohën krejt përcaktuar me çka me bën. Pra me bën mi pas thonë nesër kimë vdek, ai njëjtë kishte jetu.
Pse se ka të mosh, po ti më thonë, për shembull, nesër kemë vdek, pra s'dish ka me bëma përpara. Pse se kretë kuën fatkeqësisht na ja telefoni, ja punë të liga, ja harama të kështu me radhë fatkeqësisht. Imam Ahmed ibn Hanbali po ashtu ndërun vllazën, një njeri është lut, Allah e shpërblef Imam Ahmedin na kënon që kështu me radhë, ka thonë nuk ka shpotim për besimtarin pa hinë varr. Mos mendoni që jam i mirë. Para se me hinë varr, mos u lavdroni. Kur të hinë varr, pastaj thoni që ka qenë burr i mirë. Ama derisa të hinë varr, është i sprovuar, është sprovë. Ka mundësi mirë rëshit koma. Për këtë arsye, prej kerameteve të Imam Ahmedit, keramete është, kemi shpjeguar që janë keramete, dhe me thonë janë dëllë mrekulli që Allah jep disa prej rëbërve të dashur të tij. Ka shku njani, e ka pas nonën e smut, të paralizume që 20 vjetë s'ka mujtë me ecë. Dhe ka shku tek Imam Ahmed ibn Hanbali, edhe i ka thonë, më ka qu nona për me bani dua për mu. Nga se jenë njeri mirë, inshallah Zoti ta pranon duan se s'po mu imam e jetu kështu. Kur shkojmë kja ban Imam Ahmed ibn Hanbalit këtë porosi që ka qu nona ati me kërku prej imamit, thot, Allah të falë, thot. Po na kemi nevojë për lutjen e saj. Thot, na jemi të varfër, pa dishëm, dëp. Thot, na kemi nevojë për lutjen e saj. Qysh të onë me ardhë duke shpresu që jam njeri mirë. Allah e dhe se çka kam në zemër. Edhe nisët nga se nuk pranon më lutë për ta, pra parasyve tina. Edhe ai nisët për me ecë të shtëpia. Duke ecë të shtëpia, del njëna prej grave që ka qenë brenda shtëpinë e Imam Ahmed ibn Hanbalit, thot, ka fillu më lutë për nonën tonë. Imam Ahmedi, ka fillu më lutë për nonën tonë. Pra këta e ka bërë parasyve për mes me të tregu që me një madh dhe kush jam unë kështu me radhë. Kur ka shkuar në shtëpi, nona e saj në kon. Pra këta janë prej kerameteve të Imam Ahmed ibn Hanbalit. Mas 20 vjetë, një lutje Imam Ahmedit e ka ngrinë kon. Po ashtu prej kerameteve të tij thuhet që djali vet tregon, thot, ka ndonë ndonjëherë ka ardhur bubreca në shtëpinë tonë. Bubreca, çish është e zakonshme, thot Imam Ahmed ibn Hanbali që ka thonë delni, ka ndarë. Dhe ç't fjalë ka thonë. Po për dikant duken këto pallavra, pralla, mirë, po kjo ka qenë gjendje reale që është përshkruar për Ahmed ibn Hanbalin e shumë, domethënë, shumë keramete të tjera, për shembull vajza e vet tregon thotë kur u kall shtëpia, krejt çka ka pas është kall përveç librin që e ka shkruar Imam Ahmed ibn Hanbali. Ibn Xhauzi përmend mas 200 vjetë, mas ka vdek Imam Ahmed ibn Hanbali, thotë është kall një librari. Është kall një librari, krejt librat janë kall, përveç librës që e ka shkruar me dorë Imam Ahmed ibn Hanbali. Pra këta nuk janë rastësi. Këta tregojnë për vlerën që Allahu ja ka dhënë këtij imami, edhe pas vdekjes. Pra ka qenë Imam Ahmed ibn Hanbali. Pas të ndërën vllazën, një ditë migja i tij po e sheh Imam Ahmed ibn Hanbalin të mërzitshëm edhe po i thot: "Çka kjo? Nipjen, çka ki? Pse po je i mërzitshëm?" Po thot: "Jam sprov. Jam bo shumë i njohur. Më kanë të kisha pas një vend ku me shku më shef e mos më njoft kërkoshish." Pra për çta është mërzit Imam Ahmed ibn Hanbali. Për këta imami nuk e donte fare famën. Hiç. Që sot fatkeqësisht njerëzit çka bojnë për famë. Imam Ahmed ibn Hanbali fare nuk e donte famën. Çonte pse njerëzit e njofshin. Çonte. Nga frika se kjo famë mos po ndikon negativisht në jetën e tij. Ne e dimi kur dikush lavdron, pejgamberi alayhis salatu wasallam na ka mësuar një dua me thon: "O Zot, bano më të mirë se sa që ato mendojnë. Edhe falem për ato që ato nuk i dinë për mua." Se këtë kemi të meta. Për të arsye Imam Ahmedi e ka njoft vetën me 300 rekate namaz date, me dihat me njoft, me 1 milion hadithe të mësuar, para më. Edhe kë ka pas mendim të keq për veten e vet. Do të thonë është të rujt, është ka pas frikë prej njohjes. Ndërsa ne fatkeqësisht Kur'anin, disa sure të shkurtra e dim, kemi lexuar disa libra dhe presim me na njoft një botë. Edhe ta pastaj i mos mi hoxhëllart na, ky i mirë se po ka shumë shikime, ky i keq se po ka pak shikime. Pra na me çësën e i mos me njerëz e mirë, hoxhëllart e mirë, hoxhëllart jo të mirë. A fshore kush ka qenë Imam Ahmed ibn Hanbali? Thot kam frikë, më njoft njerëzit për këtë arsye po çaj. Po ashtu ndërm vllazën Imam Ahmed ibn Hanbali ka thonë ka të bulitu bishohre. Pra jam sprovu shumë me njohje, kutuba liman ahmalallahu dhikrahu, lëm për ata që Allahu ja le për kujtimin pas vdekjes. Nuk të vinë për kujtimi i mirë kur je gjallë. Çka ka dobi ndërm vllazën, nisan do të më pas parasysh se cili prej neve. Çka ki dobi nëse krejt njerëzit lëvdojnë,
e te Allah je I keq. Shaka dobi. Ose shaka keq, nëse këtë njerëzit të shajnë të një I keq, po të Zoti je I mirë. A është e qartë? Pra kjo do të më kanë parasyve tonë. A jam I mirë të Zoti? Mëra s'u më intereson, mu çka thonë tjerë. S'u më interesojnë, na jemi njerëz prekmi, mirë po jo më kanë fokusi jonë çka thonë tjerë për ty. Se në qoftë se që kjo fokuset, kjo është argument që ti nuk je I sinqert me Zotin. Këta Imam Ahmed ibn Hanbali ka thonë, lumë për ata që Allah ja le për kujtimin pas vdekjes. Imam Shafii çka ka thonë? Ka thonë, ti shkon më shkep dia, krejt e imja mos më pas përmend emri jam kur. Krejt dia kam qef më shkep. Se Allah e di kush e ka shpërnda këtë dije. Mirë për emri jam kur kush mos më ditë kush është Shafiu. E për këta Allahu ja kalon më përmend emri I tyre edhe pas vdekjes nga se ka qenë sinqeriteti I tyre jashtëzakonisht I madh. Imam Ahmed ibn Hanbali, për mos më zgjat edhe shumë, ka qenë prej njerëzve që kanë pas personalitet jashtëzakonisht të madh. Për shembull, njëri prej dietarëve të asaj kohe, Yazid ibn Harun, ka qenë një dietar që I ka pas marak hajgare, çakat me nxënësa. Tu ba hajgare në ders me nxënësa e kanë një të kolletme. Një koll, që njerëz zakonisht e ban kur si pëlqen muhabeti. Dhe ka thonë kush ato koll? I kanë thonë Ahmed ibn Hanbali. Ka thonë pse s'm kallëzut që është imami këtu? Pse s'm kallëzut që është Imam Ahmedi këtu? Më thonë, kur tash Imam Ahmedi kallëzonëm se s'ja vlen me hajgare. Imam Ahmed ibn Hanbali po ashtu deri vllazën ka filluar janë Ismail ibn Uleje, ka qenë prej dietarëve të asaj kohe, me hajgare me nxënësat e tij. Kështu që kur mor vesh Imam Ahmed ibn Hanbali është në mexhlisin e tij, është zemru shumë. I ka drejtuar nxënësave të tij duke I thonë pse s'po më kallëzoni që edhe Imam Ahmedi është këtu. Nga se këto fjalë thuan kur është prezant imami I dunjas. Po ashtu deri vllazën Imam Ahmedi thuhet që kur nuk ka fol kur është përmend diçka prej dunjas. Momenti kur është bërë ushqil tema e dijes, ka qenë I pari që ka reaguar. Por tema dunjas kur s'ka fol. Kur as nuk është përzi. Po ashtu Imam Ahmed ibn Hanbali thuhet që në prezencën dersin e tij kanë marrë pjesë mbi 5000 nxënësa. Mbi 5000 nxënësa. 500 prej tyre kanë shkruar, ndërsa krejt tjerë janë mësuar prej edukatës së tij, se çysh qëndrohet, çysh folet, edhe çysh rrihet në xhliset ku ka ditori. Po ashtu ndërun vllazën Imam Ahmedi ka qenë prej atyre njerëzve që nuk ka fol me gjithkan, nuk e ka leju gjithkan me fol për fe, dhe po ashtu nuk e ka preferuar shkrimin për arrit gradën për me shkruar. Për këta kemi thonë Imam Ahmedi kur I ka marrë 36 vjet, ja ka nisë me shkruar. Jo më herët, nga se e ka ditë që shkrimi është përgjithësi dhe pa e kuptu, domethënë realitetin e përgjithësisht, nuk bën më mirë me këtë punë. Ashtu që ky ka qenë Imam Ahmed ibn Hanbali ndër vllazën që pak dietar lindën me këtë çish ka qenë Imam Ahmed ibn Hanbali, po du me përmbyll me një thënie të Imam Ahmedit që kanë ardhur disa prej dietarëve që kanë mësuar tek një dietar tjetër. Thonë kemi ardhur tek Imam Ahmed ibn Hanbali dhe I tham kuntu fi mejlisi Ahmed ibn Hanbal, kemi qenë në mejlisin e Ahmed ibn Hanbalit. Fa qala min ayna aqbaltum, prej kujt keni ardhur? Tha kulna min mejlisi Abi Kurayb, kemi ardhur prej mejlisit ose dersit të Abi Kurayb. I ka thonë uktubu anhu, shkruni prej tij, çka të fol shkruni. Sa është njëri mirë. Edhe I kanë thonë fa innahu shaykhun salih, nga sa është njëri shumë I mirë. I kanë thonë innahu yat'anu alayk, mirë pa I po fol keq për ty. Imam Ahmedi ka thonë shkruni prej tij se është shumë njëri I mirë. Kanë thonë nxënësat pa I po fol keq për ty. Çka më bën që os provu me hallën tën? Jo ka kthy atë më. Pa kena mësoni cilësi që besimtari I drejt pa marr parasysh çka fol tjetri për ty, ti do të më kon I drejt pa ja hub merit ataj që I përmban. E ne fatkeqësisht po një të keq që na ban dikush kret meritat ja hub me. Po ky s'është burrë, ky kështu e ky ashtu, kur ta kshosh në kafe, unë I paguaj ta 2 herë, ai vesh 1 herë. Por ç'se sene? Do të thonë na ja çes meritat kret njerit poshtë, pse sa unë 2 herë u takua me ta I paguaj ta kafet, e asnjëherë. Por apo ne, por ç'se sene na I çes me poshtë meritat e njerëzve. Fatkeqësisht, pse se sinqeriteti ju nuk është në rrugën e duhur. Na ndërun vllazën, dynjan e kemi realitet, ahiretin e kemi imagjinat. A e kundërta do të më konë? Ahireti do të më konë realitet. Nëse e ndërton këtë botë me realitet, ki më konë në rrugën e duhur. Po nëse e ndërton në realitetin me dynjan, mos pret që kemi shpëtuar botën tjetër. Elusmi Allahun e Madhreshëm të na falë, na mëshiron. Elusmi Allahun e Madhreshëm që të sëmurët tonë Allah të shërejt vdekrit tonë Allah të mëshiroj, alhamdulillahi rabbil alamin.